Në Parlamentin Italian është zhvilluar këtë të njëjtë konferenca ndërkombëtare Asamblesë OSBE-s me temë Stop Drogës, ku është ngritur alarmi për kërcënimin global që ka sjellë trafikimi i lëndëve narkotike dhe krimi i organizuar. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, pjesë e kësaj konference, deklaroi se grupet kriminale janë fuqizuar dhe kanë influencë të fortë në çështjet politike, duke ndikuar edhe në zgjedhjet parlamentare siç është rasti i Shqipërisë. Sot grupet e krimit të organizuar nuk veprojnë më si grupet e kaluara tradicionale të mafias, por veprojnë si korporata ndërkombëtare. Ata kanë një rrjet të strukturuar logjistik dhe ekonomik, kanale korrupsioni me influencë të madhe politike. Rreziku i vërtetë është infiltrimi. Trafikimi i drogës gjeneron një kapital të madh, i cili riinvestohet nëpërmjet pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit, në kompanitë real estate, turizëm dhe hoteleri, energji dhe infrastrukturë, duke ndikuar në media, madje edhe në objekte strategjike si portet detare. Përmes pastrimit të parave, organizatat kriminale deportojnë në ekonominë legale dhe cënojnë tregun e lirë dhe demokracinë. Grupet kriminale financojnë për influencë, korruptojnë zyrtarë dhe garantojnë paprekshmërinë. Në Shqipëri, ne po dëshmojmë një bashkëpunim të rrezikshëm mes krimit të organizuar dhe qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike, Oyert Bylukbashi, ka deklaruar se kjo konferencë është shumë e rëndësishme pasi përputhet me situatën ku ndodhet vendi jon. Bylukbashi tha se kryeministri Edi Rama është drejt për drejt i lidhur me krimin organizuar, duke mundësuar pastrimin e parave të pista në disa sektore të ekonomisë shqiptare. Nuk ka mësime më të pastra dhe më të mira për autoritetet shqiptare për të luftuar drogën dhe trafiqet, por kjo nuk ndodh pikërisht sepse është shteti që është drejt për drejt, kryeministri Edi Rama që është drejt për drejt në krijimin të platformës, bazës, hapësirës, mbrojtjes dhe incentivimit të tyre jo vetëm për të fuqizuar nga fushat e kanabisimit, por tek pastrimi parave në gjigante, masive në industrinë e ndërtimit, në turizëm, në shumë sektorë që po hapet për herë më tepër, dhe u kthyer tashmë Shqipëria, siç e thon eurodeputet, siç e thon Agjencia Ligjvatuese e Shqipërisë, është bërë tashmë problem për vendet e Evropës, për vendet të mëdha. Ky forum konsiderohet një nga platformat më të rëndësishme parlamentare për koordinimin ndërkombëtar kundër trafikut të drogës dhe rritjeve të krimit të organizuar.